Në vijim të aktivitetit në kuadrin e ditës botërore të librit, Biblioteka Publike Marin Barleti organizoi promovimin e librit Caso Chiuso të autores Laura Oldashi. Ajo mbetet një shkrimtare me një prozë që lëviz mes reflektimit ekzistencial dhe dimensionit simbolik, duke eksploruar marrëdhënien midis vetdijes dhe identitetit. I tillë është dhe ky butim i radhës i saj që vjen në duart të lexuesit. Është gjithmonë një caso chiuso. Kur themi caso chiuso, do thotë që gjëja ka mbaruar, por asgjë s'u mbaron, sepse vetë trupi jon, vetë gjua është një memorie, është një vend ku diçka ka ngelur, do me thënë mbyllen gjërat. Është ky njeriu i sotshëm modern që mundoi të bëjë gjithçka dhe harron të rri me veten. Është pikërisht një tullumbac. Personazhi merr brenda këtij tullumbacit fut historinë e vet dhe kërkon të gjejë një copë qielli të pastër për ta larguar. Me mendjen e vet kujton se kjo është gënjeshtra, se derisa nuk është me mua kjo gjë, atëherë kjo është gënjeshtra. Por para se ta loj, do që të gjej një copë qielli të pastër. Dhe kur hedh syt, si për qiellit shef që qielli është i gënjeshtër. Jeta sot është e gjithë një gënjeshtër. Atëherë pse ne unë pretendoj që kjo caso chiuso të jetë një gjë e vërtetë. Dhe ndoshta gjë më e vërtetë që ishte. Unë nuk zgjedh. Ndoshta sikur unë të zgjedh, për shembull unë them që secili nga ne bën atë që di të bëj më mirë. Kjo është gjëja ime më mirë që unë di të bëj. Nuk është e thjeshtë për lexuesin, jam dhe unë e di e ndërgjegjshme për këtë gjë, por nuk di ta bëj ndryshe. Nuk di të them që unë po shkoj të bëj një gjë të thjeshtë, që për të tjerët është shumë e thjeshtë, për mua është gjë shumë e vështirë, për shembull të shkoj të them, unë po shkoj të blej diçka, jo, unë them gjatë rrugës që po shkoj për të bler diçka, çfarë po mendoj, ku jam. Sepse ne nuk jemi vetëm kjo prezente, ne jemi shumë nostalgjik, kemi shumë gjëra të vjetra, të kaluara, që i kemi aty të papërpunuara. Libri është dhe një libër, një mënyrë tjetër, jo vetëm ekzistencializmi, por edhe psikoanaliza. Laura Oldashi është shkrimtare dhe profesioniste në strukturat spitalore universitare në Milano, ku jeton dhe ushtron aktivitetin e saj prej vitesh. E diplomuar në letërsi, ajo ka ndërthurur formimin humanist me një provojë të konsoliduar në kërkim klinik. Krijimtaria e saj është vlerësuar nga kritikë dhe studiues të letërsisë bashkëkohore shqiptare.